është fol që njerëzit kur e kanë mënu haxhin ka thonë nëse shkojnë në haxh se mazane Sun e mbaj. Sën punojnë në pazar të këtë me kantar, sën punojnë me peshore, apo sën e mbaj. Kjo është një qasje e gabuar që besimtari që ashtu me mendu. Për jetën e tij para haxhit edhe mas haxhit. A duhet haxhi me qenë shkaku pse njeriu i le gjunat apo duhet me qenë diçka tjetër? Sebebi pse njeriu largohet prej haramave dhe i kryen obligimet që Allahu i kërkon prej tij. Tash kjo veç se mund të kuptohet në dy aspekte. Nëse bëhet fjalë për vonesën, me vonu haxhin, se unë nëse shkoj në haxh s'muj me mbajt. Ashtu thonë ende disa njerëz, unë kisha shku, ama kur të kthehem s'muj me qëndru tamam. Nëse bëhet fjalë për vonesën, është qasje e gabuar. Se besimtari nuk do ta vonon as një ibadet. Ti bane, Allahu do ta mundson që ta mbajsh, Allahu do ta mundson të qëndrosh. Tash sikur themi unë nuk filloj me namaz, se unë nëse filloj me namaz, mandi du t'i lo disa gjuna, disa harame, ato harame unë s'mundem me ilon. E çka du t'me bo? Do t'a shty namazin. Kjo është rrezik. Aspektin tjetër duhet ta ketë parasysh. Duhet ta ketë parasysh. Nëse shkon haxh, mos mendo mu kthy njëjtë. Nëse shkon haxh, mos mendo kur të kthesh me vazhdu në të njëjtën që ke qenë më herët, nga se ndryshimi duhet bëhet.